Sot ka qenë tjetër seancë për atë që njihet ndryshe si plumbi i art. Çfarë ka ndodhur në dëshmit? Ka qenë edhe i penduar i drejtësisë Dumani? Nurettin Dumani është i pranishëm në gjitha seancat, madje mund të themi që është në radhë e 20 seancë që ai vijon ti përgjigjet pyetjeve të avokatëve të pandehurve të tjerë. E reja në këtë seancë ishte paraqitja e Enrik Hoxhait, një tjetër personi që në fakt në fillim ka pranuar të bashkëpunojë dhe fitoi statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, por duke qenë se dëshmitë e tij nuk ishin të plota, ky status ju hoq nga prokuroria e posaçme. Ai ka qenë i pranishëm në seancë dhe në fakt radhën e pyetjeve e kishte avokati i tij mbrojtës, sa i takon dhe çështjes për të cilat ata akuzohen, dhe ndërkohë që sipas avokatit të Enrik Hoxhait, ai e pyeti Nurettin Dumani në lidhje me shumë ngjarje, por mes tyre dhe me disa ngjarje që lidheshin me Enrik Hoxhën, dhe kryesisht ishte për Lulzim Mashën, pra një biznesmen për cilin sipas Nurettin Dumanit e kishte marrë porosin nga Suel Çela. Por në kundërshtim me këtë, në fakt me këtë pretendim të dhënë nga Nurettin Dumani, Enrik Hoxha pretendoi që fillimisht i ishte dhënë porosia për të vrarë djalin e Lulzim Mashës dhe më pas porosia ndryshoi rrugës dhe në pamundësim për të gjetur djalin e Lulzim Mashës, ata vendosën të vrisnin Lulzim Mashën. Por ka qenë kjo kontradikt mes dëshmive të si të Nurettin Dumanit dhe Enrik Hoxhës, i cili është pasuar me batuta në seancën gjyqësore, dhe ndërkohë dhe gjatë dëshmisë, e cila u reflektua dhe te avokatët mbrojtës, pati në fakt mund të them një përplasje verbale mes avokatëve të pandehurve të tjerë dhe vetë bashkëpunëtorit të drejtësisë, ku njëri prej avokatëve pretendoi që nga ana e Nurettin Dumanit ju deklarua një paktën ju bë me dije, sikur nuk e Nurettin Dumani mund të them që u pretendua nga ana e tij, pasi në sallë nuk u dëgjuan shumë debati që u bën mes njëri tjetrit, që i bashkëpunëtori i drejtësisë ishte shprehur jeni dhe ju dhe je dhe ti në ofertë. Kjo ka sjell një acarim të situatës, avokati i cili pretendoi që u kërcënua doli nga seanca dhe më pas është rifutur sërish në seancë, por i kërkoi gjykatës që të marrë masat, ndërkohë që janë në bashkëpunim dhe me dhomën e avokatisë, ata vendosën që ditën e sotme ta bojkotonin seancën. Kjo ka sjell bojkotimin e seancës pasi u larguan dhe avokatët e të pandehurve të tjerë, ndërkohë që seanca më pas u shtyp në datën 22, ku do të vijojë sërish dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nurettin Dumani pas pyetjeve që janë bërë nga ana e avokatëve. Ndërkohë, keti shkurtimisht për efekt edhe të kohës. Pra, në dëshmitë që Dumani jep në çdo seancë, janë ballafaqime ku është i pranishëm dhe prokurori i SPAK dhe edhe të tjerat apo jo? Okej, mirë, me sa duket kemi një shkëputje me kolegen Keti Banushi. Gjithsesi unë e falenderoj, po thuajse morëm të gjitha informacionet. Kolege Keti Banushi prej disa orësh ka ndjekur nga afër këtë seancë të plumbit të art, duke na sjell të gjitha detajet dhe informacionet e fundit në kohë reale. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi menjëherë, mos u largoni.